Në programin ton, ne e konsiderojmë familjen si qelizën bazë të shoqërisë. Me politika tona ne synojmë ta promovojmë, ta ruajmë dhe ta shtojmë këtë qelizë. Jetoj për shumë vite në Gjermani edhe kam ardhur për arsye se ekipi jon këtu së bashku duam që të bëjmë ndryshim në të ardhmen. Gjatë këtyre viteve çfarë ka marrë në shpërblim qytetarët e Ballçit? Nuk ka marrë asgjë. Ne kemi premtuar të kemi subvencione reale për kilogram prodhimi për secilin që investon në tokën e vet. Arsimi është shtylla e zhvillimit të shoqërisë. Dhe për këtë arsye duhet të jetë prioriteti ynë më i madh. Ja ku është fleta votimit. Drejt është zgjidhja, këtu në mes. Numri 6 është zgjidhja. Shqiptarët nuk janë të varfër, ballshotët e dinë shumë mirë që shqiptarët nuk janë të varfër, ju e dini shumë mirë që shqiptarët nuk janë të varfër. Nuk jemi të varfër, jemi të vjedhur. Ky nuk është tifozllëk në stadium. Kjo është një çështje e rëndësisë kombëtare, sepse kësaj here o Shqipëria nis kthesën e madhe, o Shqipëria nuk ka më kthim pas dhe vazhdon në umterën që ka rënë. 11 maj, ka vetëm një zgjidhje. Votoni numri 6, nisma Shqipëria bet.